Vajza nga Shkodra. Kur burri im shkonte në punë, kunati më... Unë që po ju tregoj jam Meri, kam disa kohë e martuar. Të tregosh histori dashurie është kënaqësi, si për atë që e përjeton atë moment, por edhe për atë që i dëgjon, por historinë që po ju tregoj unë, po e shkruaj me lotë e dhimbje për faktin se ajo më tmeron, ma trazon jetën time dhe seriozisht më mundon tepër. Jam nga një fshat i Shkodrës. Pasi mbarova klasën e 9, prindrit nuk më lejuan të shkoja në të mesmen me pretekstin se e kisha larg dhe vajza s'duhet të lëviz vetëm se është turp. Kjo më pezmatoi jashtëmase, por s'kisha çfarë të bëja se i kisha prindër. Siç është bërë zakon, në këto anë vajzat fejoheshin në djep dhe martoheshin të reja e nga ky rregull s'kisha si të bëja përjashtim unë. Ndonse 15 vjeçe, unë isha një vajzë e zhvilluar, simpatike, por edhe inteligjente. Lexoja romane dhe libra artistik sa më kishin zili edhe moshatarët. Vija re se në shtëpinë tonë vinte shpesh Daja, vëllai i nënës dhe bisedonte me prindrit pa pranin time. Nëna më tregoi se ai kërkonte të më fejonte me një djalë nga një fshat tjetër që ishte emigrant në Itali dhe Daja kishte thënë fjalët më të mira për të dhe familjen e tij. Djalin unë se njihja, por Daja tha se do të vinte nga Italia të kërkonte dorën time. Daja më tha se ishte si artist dhe djalë tepër i edukuar. Daja na caktoi një datë kur ai do të vinte. Gjatë kësaj kohe, prindrit më bindën se duhet të fejohesha, se ishte rast shumë i mirë. Natyrisht si ere, s'pata kurajo t'i kundërshtoja, por për të qenë sinqert më pëlqente si rast sepse do të shkoja në Itali. Nuk zgjati dhe pas pak ditësh Daja erdhi së bashku me të. Tani po bisedoja dhe unë dhe do të shpallnim fejesën. Më propozuan të bisedoja në dhomë vetëm me të. Fillimisht shkova në dhomë me nënën. Pas pak, ajo më la vetëm dhe tani ishim vetëm ne të dy. Biseduam gjëre gjatë për të ardhmen tonë dhe ai më premtoi dashuri të përjetshme. Ishte fjalëmbël, i matur dhe simpatik. Për të qenë sinqert, ai më bëri për vete plotësisht. Më puthi dorën dhe i premtuam njëri tjetrit dashuri dhe besë. Ai më premtoi se sa të merrja pasaportën do të më merrte në Itali. Pas kësaj shpallëm fejesën. Gjatë ditëve që qëndroi në Shqipëri, u takuam disa herë. Pasi iku në Itali, më merrte në telefon thuajse 2 herë në javë. Pas 6 muajsh ne e bëm martesën, një dasmë të rrallë. Tash ish burri im qëndroi me mua 20 ditë. 15 ditë i kaluam në Sarandë. Pas kësaj, ai u largua për në Itali. Familje, ai kishte prindrit, motrën, e kishte të martuar dhe një vëlla rreth 20-ave të pamartuar. Pas largimit të burrit tim për në Itali, fillova jetën në shtëpinë e prindërve të tij. Më donin dhe respektonin, ishin tepër të mirë. Kunati im sillej mirë dhe dukej se më respektonte. Një ditë më erdhi lajmi se kisha nënën të sëmurë. Unë isha së bashku me kunatin, vëllan e tim shoqi. Rruga ishte shumë e gjatë. Bëm lloj muhabetesh dhe në mes të tjerave ai më tha: "Lum vëllai im, çfarë grua e ka? Je si ëngjël, yll, tepër e mirë." U stepa nga këto fjalë të tij, megjithatë e kalova me të qeshur dhe me një faleminderit, pa e zgjatur shumë, por me vete po mendoja çfarë ishin këto fjalë nga ana e tij. Mbërritëm dhe kunati im u kthye në familje. Unë ndënja për disa ditë, por mendja më rinte te fjalët që më tha kunati. Mundohesha të justifikoja duke menduar, është i ri, por ashtu si rodhën ngjarjet, kuptova se ato fjalë pas kanë qenë të djallëzuara dhe me qëllime të largëta. Qëndrova disa ditë dhe u ktheva në shtëpinë e burrit, më solli i mat. Vija re se kunati më shikonte me ofshame si të kishte një hall të madh. Shpesh, si pa qëllim hynte në dhomën time, disa herë më gjente duke ndërruar rrobat. Më fal, më thoshte, dhe mbyllte derën dhe ikte si i zënë ngushtë. Shpesh unë flija me Vjerën në krevatin tim. Një natë Vjera shkojte e bija. Në shtëpi ishte Vjeri dhe kunati. Pasi hëngëm darkë, pam televizor dhe ram të flinim, secili në dhomën e tij. Me sa duket, ora ishte 1 e natës dhe unë isha në pikë të gjumit. Ishte kohë vjeshte dhe ashtu për gjumur pash që dikush më kishte hyrë në krevat dhe më puthe më prekte në vende intime dhe filloi të më zhvishte.
Isha si në ëndër, se dia ku isha, ishim në errësirë. Rezistova dhe e pyeta, kush je ti? Se pandeha mos kishte ardhur i burr. Kishte rasti që ai vinte natën nga Italia dhe më lajmëronte përpara. Dëgjova të më thoshte, Meri, jam kunati yt, të hëngsha zemrën, je drita ime, të dua. Gati sa nuk vdiqa në vend. I thash, s'ke turp? Ik, je vëllai im, i burrit tim, si e bën këtë veprim? Largohu se do t'i them prindërve të tu, por ai më mbylli gojën dhe më kërcënoi të mos flisja. Për ndryshe do të thoshe se e kisha kërkuar vetë të më vinte në krevat. Duke pasur frikë se ndoshta me të vërtetë besonin, ndonse rezistova, nuk bërtita. Kisha frikë se do bëj problem dhe do të më ngarkonin edhe mua me faj, se dija se si do të rritnin ngjarjet dhe sado që rezistova, ai më zhveshi e më përdhunoi disa herë. Dhe këtë punë të pisët ai e vazhdoi sa herë në shtëpi. Nuk ishin vjehrit, sado që i thosha se kjo ishte shumë e turpshme, ai më kërcënonte, duke më thënë se do t'ju them që më ke ardhur vetë në krevat. Hesht, më thoshte, ndryshe e di vetë se shtë gjen. Ndonse i mbur vinte një herë në 3-4 muaj, s'pata guximin t'i tregoja për poshtërsinë e vëllait ndaj meje, ndaj tij dhe gjeta një mënyrë tjetër, ta bindja që të më merrte sa më parë me vete, sepse i thosha nuk ri dot pa ty dhe qaja. Ai më premtoi se do ta merrja pasaportën dhe do të bënim bashkim familjar. Do të shkoja menjëherë të merrja pasaportën, por më duheshin edhe 2 muaj që të plotësoja moshën. Me gjithë kundërshtimet e mia, kunati vazhdonte të më përdhunonte sa herë krijoi mundësia kur nuk ishin prindrit në shtëpi. Isha në pozitë të vështirë, s'dija si të veproja me atë njeri. Ai më kërcënonte, por nëse nxirja zë, do të më akuzonte se unë kisha shkuar me dëshirë në krevatin e tij. Por Zoti i deshi, bëra moshën, bëra kartën e identitetit e pasaportën dhe shkova në Itali te im shoq. Kështu shpëtova prej atij tmerri të vërtet, por që do të më ndjek gjithë jetën pas. Thellë në shpirt jam e vrarë. Me burrin duhemi, më respekton dhe kam një harmoni të shkëlqyer. Tani jam edhe shtatzën dhe pres një fëmijë. Dhurat nga Zoti, megjithse nuk isha fajtore, thellë në shpirt kam një plagë të madhe.